Detaje të reja kanë dalë nga atentati i rënd që tronditi mesditën e sotme zonën e Ballndren, në Lezhë, ku një burr dhe bashkëshortja e tij u ekzekutuan me breshëri plumbash. Viktim ka mbetur Kreshnik Mujeci, 39 vjeç, së bashku me bashkëshorten e tij. Çifti po lëvizte me një automjet tip Audi Q7 në aksin Balldret-Torovic, kur autorët dyshohet se i kanë zënë në prit dhe kanë hapur zjarr ndaj mjetit. Pamjet nga vendngjarja tregojnë se automjeti është bërë shosh nga plumbat, ndërsa autorët janë larguar menjëherë pa lënë gjurmë. Policia ka mbërritur në zonë dhe ka ngritur një grup hetimor, ndërsa pritet të analizohen kamerat e sigurisë në një zonë të banuar dhe me biznese, për të rindërtuar dinamikën e plot të atentatit dhe për të identifikuar autorët. Motivet mbeten ende të paqarta, por hetuesit nuk përjashtojnë pistën e hakmarrjes për shkak të së shkuarës së viktimës. Kreshnik Mujeci është një emër i njohur për policinë, pasi rezultoni përfshirë në një ngjarje të rëndë kriminale vite më parë. Sipas të dhënave, në vitin 2016, ai, së bashku me vëllezërit e tij, dyshohet se ishte i përfshirë në vrasjen e Geg Mohilli, i njohur edhe si Gent Pietri, në aksin Shkodër-Velipoj. Hetimet vijojnë intensivisht, ndërsa policia ka ngritur pika kontrolli në zonë për kapjen e autorëve të atentatit të dyfisht.